Mirëdita të gjithëve, paqe vëllezër motra. Zoti t'ju bekoj kudo që t'jeni. Ja ku jemi prap bashkë sot, vazhdojmë eci me këte mesazhet e radhës. Sot do flasim për një temë, nuk është dha që re se për këtë temë kemi folë goxha, por në riferiment si shpata e frymës, kur kemi folë për armatimin, armaturën e Perëndisë, pra kemi prek këtë, sepse kjo është pjesë e armaturës Perëndisë. Edhe sot do flasim vetëm për këtë. Dhe kemi si sot edhe të njëjtën, e dim, është shumë rëndësishme të dim për fjalën e Zotit. Edhe siç e dini kam folë shumë shpesh për sa i përket pra siva josjes, edhe fjalës Perëndisë janë dy, më themi, më të rëndësishme, nëse do t'i quajmë si mjete, për janë gjëra më të rëndësishme në jetën e një krishteri. Fjala dhe fryma. Atë që thotë Jezusi, në qoftë se nuk lind për zdyti, pra po së rilinde nga uji dhe nga fryma, nuk do hyj fare. Atëherë ku mund të shkojmë larg fjalës dhe frymës? E kuptoni vetë sa rëndësishme është pra që të dyja t'jenë pjesë e jetës e një krishteri. Amen. Edhe është, besoj, një mesazh interesant, gjithëve na intereson të dim për këtë shpatën e frymës. Do flasim sot se si Bibla na i përcjell në Bibël, si më themi, edhe na shpjegon shumë qartë që kur bëhet fjalë për shpatën, kuptohet vetë që bëhet fjalë për një luftë. Po këtu tani kemi të bëjmë me një luftë frymore. Edhe kështu që do kuptohet vetë se sa rëndësishme është shpata, edhe do flasim, po është shumë rëndësishme për këtë luftë. Ne gjendemi në luftë, jemi në këtë luftë frymore. Edhe kush nuk ka shpatën, kush nuk ka fjalën, nuk mund të fitoj kurrë. Nuk besoj që një ushtar ngrihet edhe të luftoj në plasë në kohën atëhershme, që nuk u ngrinte, pra nuk mund të shkonte, nuk mund të bënte asgjë pa shpatën me vete. Se çfarë ushtari ishte, jo vetëm, por Bibla flet për gjitha armaturën, gjitha armatimin, kështu që do të pajisje në gjithçka që i përkiste një ushtari në atë kohë. Po besoj që shpata, ti mund të kesh gjitha armaturën, por pas patë shpatën je i sigurt që je 100% i humbur. Kështu që sa rëndësishme është në jetën tonë frymore, pra, që të kemi këtë shpatën të përdit në jetën tonë. Megjithatë bëjmë lutje. Japim misardhës frymës shenjtë që të na vajosi si gjithmonë në këtë mesazh dhe të jetë vetë fryma që të flasi. Atë o Perëndi i plot fuqishëm, atë jon i mrekullive. Sa i mirë që jeti o Zot i madh. Ne të falenderojmë atë për gjithçka, për besnikërinë tënde. Këtë besnikëri që ti e përtërin për ditë, o Zot, ndaj nesh. Për dashurinë tënde, o Zot, që na mbulon për ditë. Që vlejmë, o Zot, ne kaq shumë vlejmë për ty, o Zot i madh. Shumë njerëzim i mbar nuk e dinë, o Zot, se sa të vyrë, se sa të çmuar, se sa vlejmë ne si krijesa tuaja që jemi në sytë tuaj sot. Ti din dhe numrin e flokëve që kemi në kokë. Ti din gjithçka në ne. Madje ke përgatit dhe ke planifikuar gjëra të mrekullueshme për secilin nga ne, o Zot i madh. Ke një plan të madhërisëm, o Zot. Ti këtë përpret, o Zot, që gjithë të kthehen ke ty, o Perëndi, në shërbim, të shërbejnë ty, një Perëndi të gjallë. Të falenderojmë atë për këtë mundësi që na dhe sot. Lutëm, si gjithmonë, që fryma shenjtë jap misardhjen, që fryma shenjtë që e duam, o Zot i madh, që është gjithçka që ne kemi nevojë. Ku do shkojmë larg frymës? Vetë siç lexojmë, o Zot, tuke titulli i këtij mesazhi, që edhe vetë shpata, vetë fjala nuk është e jona, është e frymës. Atëherë si mund ta përdorim ne pa frymën e shenjtë? Fryma e shenjtë ja. Përdore ti sot këtë shpatë, këtë mesazh. Flit ti në anë të mia. Preki zemrat të gjithë atyre që e dëgjojnë. Ti prekësh, jo vetëm ti prekësh, o Zot, por ti prekësh me një flak që ta shoqërosh të fjalë me mrekulli, me shenja, me çuditëra, sepse ti je Zot i tillë.
në emër të Jezusit të Zot, bekoje Zot popullin tënd, beko secili nga ne, beko fjalën tënde, po mbi gjithë beko mua Zot në këtë mesazh. Falenderoj Zot për gjithçka. Falenderoj bekoja Zot këtë mesazh në emër të Jezusit, që beku qoftë të gjithë jetë në vetë emër. Amen. Okej. Atëherë, siç e dim, shpata e frymës është pjesë e armaturës, pra, o armatimit, si i themi në shqip. Dhe siç e dim, kemi jo lutjen, jo gjithë gjëra, por siç thash, sot nuk do flas për të gjitha, po Zotin preku që të fokusohem sot, pra të merremi ose këtë javë, mund të themi edhe të njëjtën, vetëm me shpatën e frymës. Atëherë lexojmë një varg përpara ke Efesianëve, ke letra e apostullit Paul dërguar Efesianëve, kapitulli 6, vargu 17 thotë: merrni edhe për krenaren e shpëtimit. Ndoshta në një ditë tjetër do flasim për të gjithë, por prapë do t'i prekim me radhë të pjesët e armatimit. Pra, merrni edhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndis. Pra këtu lexojmë që shpata nuk është e jona. Shpata nuk është e jona. Pra fjala e Perëndis nuk është e jona, për kujt është? Është e frymës së shenjtë. Imagjino tani ato të krishterë që e quajnë veten krishterë, e marrin fjalën e Zotit, por nuk pranojnë që vetë fryma e shenjtë është Zoti e Perëndi, është një person që dhe është vetë fryma ajo që mund ta përdori këtë shpatë. Pra është vetë fryma që mund ta përdori këtë fjalë. Ku mund të shkojmë ne të flasim tjerëve për fjalën e Zotit o për Zotin, në qoftë se nuk pranojmë që fryma e shenjtë është personi, është Perëndia, është gjithçka. Sepse vetë ajo fjala që ne duhet të flasim tjerëve nuk është e jona, po është e frymës. Do thotë që është fryma e shenjtë që e përdoret e fjalë. Ne pa vajosin e frymës së shenjtë nuk mund të prekim Biblën. Nuk mund të flasim, nuk mund të bëjmë asnjë gjë. Sepse është vetë vajosja e frymës së shenjtë. Çfarë e rëndësishme është që ne të zbulojmë thirrjen dhe vajosja është e tillë që të zbulon këtë thirrje. Dhe prandaj këtu shikojmë se si kjo shpatë nuk është e jona, por është e frymës së shenjtë. Por çfarë është shpata e frymës së shenjtë? Tu lexojmë që është fjala e Perëndis. Pra kur shpata përmendet në Bibël, që kujt i referohet? Gjithë e dim, në kohën e hershme kur bëhet fjalë për shpatën, kur përmendet kjo shpata i referohet luftës, sepse në të gjithë shkrimin e shenjtë, shpata është simbol i luftës. Shpata, që në këtë rast pra përfaqëson ose simbolizon fjalën e Zotit, por në gjithë shkrimin e shenjtë, ku bëhet fjalë ose ku përmendet shpata, është pra, si mu themi, është, ose mu ta quajmë, jo simbol i luftës, por është sinonim i luftës. Do të jetë ndoshta shprehje më e qartë, më e bukur, që mu themi nuk është simbol i luftës, sepse shpata është simboli i fjalës, por kur flasim për shpatën, është sinonim i luftës. Okej? Kështu që kur Zoti thotë që të marrim shpatën e frymës, do thotë që ne të nisim e të fillojmë luftën. Çfarë luftë fillojmë ne? Të fillojmë luftën, sepse flet për luftë kundër armikut. Ja sa shikojmë që nëse ne jeta jonë nuk bëhet një jetë lutje, okay? Dhe lutja është ajo që dërgon vajosjen. Dhe kur vjen vajosja, ti atëherë mund ta përdorësh shpatën, pra mund të shkosh në luftë, mund të jesh i gatshëm të luftosh. Kështu që pa lutje nuk vjen fryma. Dhe pa frymën nuk përdoret fjala. Dhe pa fjalën nuk bindet asnjëri. Sepse si përfundim, fryma e shenjtë që na përdor ne që të shpallim fjalën, është po fryma e shenjtë ai që e bindet njëri që të kthehet ke Krishti, nuk jemi ne. Shikojmë si janë lidhur e gjërat, pra është nevojshme lutja që të marrin vajosën e frymës, është nevoja pastaj që kjo lutje që dërgon te frymën na ndihmon që ne mund të marrim fjalën dhe të dim edhe thirrjen, zbulojmë edhe thirrjen dhe e përdorim atë fjalën.
Pra, në këtë rast, kur ti përdor fjalën në vajosjen e frymës shenjtë, ti je i gatshëm për luftë, sepse në këtë rast është Perëndia ai që po të çon në këtë luftë. Pra që ti të shpallësh, kjo është lufta, që ne të shpallim fjalën e Perëndis, por të udhëhequr nga fryma e shenjtë. Që nëse fryma e shenjtë nuk është me ty, do thotë që është e kohë që ti të flasësh tjerëve me Biblën në dorë, por nuk beson kjo fryma e shenjtë. Pse? Sepse vetë fjala është e frymës së shenjtë, vetë shpata është e frymës së shenjtë. Ku të shkosh ti pa frymën e shenjtë, i flasësh tjerëve për Zotin me Biblën në dorë, qofse nuk beson që fryma e shenjtë është person dhe Perëndi. Dhe po se besove, nuk është me ty, dhe po s'je me ty, nuk ke asnjë lloj autoriteti ti. Atëherë je ti që i bin njerëzit, por nuk është Zoti ai që i bin. Unë mund ta bin, po mund ta bin për fen time, për një fe tjetër, po kur për Krishtin? Sepse ai që të bin për Krishtin, është fryma e shenjtë, dhe fryma e shenjtë don që ne të marrim fjalën. Pra shpatën. Sepse vetë shpata është e frymës. Lexojmë ca vargje ke Jeremia. Ke Jeremia 25, vargjet lexojmë nga 29-ta, shkojmë deri ke 32-33. Pra Jeremia 25 nga 29-ta deri ke 33 lexojmë. Sepse ja, unë po filloj të dënoj qytetin në të cilin përmendet emri im. Dhe ju do të mbeteni plotësisht pa u ndëshkuar. Jo. Bën një pyetje këtu. Dhe ju do të mbeteni plotësisht pa u ndëshkuar? Jo. Nuk do të mbeteni pa ndëshkuar, sepse unë do të thrras shpatën mbi të gjithë banorët e tokës, thot Zoti i ushtrive. Prandaj, profetizo kundër tyre tërë këto gjëra dhe u thuaj atyre. Zoti vrubullon që lart dhe bën që të dëgjohet zëri i tij nga banesat e tij, nga banesa e tij e shenjtë. Ai do të vrubullojë me forcë kundër vathës, kundër tufës, pra. Zhurma do të arrijë deri në skajet e tokës, sepse Zoti ka një mosmarrveshje me kombët. Do të hyjë në gjyq me çdo miq të gjallë dhe do t'i lërë të pabesët në mëshirë të shpatës, thot Zoti. Kështu thot Zoti i ushtrive. Ja, një mjerim do të kalojë nga një komb te tjetri dhe një shakullin e madhe do të ngrihet nga skajet e tokës. Atë ditë, ata që janë vrarë nga Zoti do të jenë kudo, nga një skaj tokës në tjetrin. Nuk do të qahen dhe as do të mblidhen dhe do të varrosen, por do të bëhen ple mbi faqen e dheut. Atëherë, se ky është një kapitull profetik vetë për kohën e ardhura. Akoma nuk jemi në këtë koha, siç e dim pra në kohën e Apokalipsit, tu i gjithë pra kapitulli 25 flet, siç e lexuam pra, për një luftë që siç thash do të ndodhi në të ardhmen, ndoshta edhe së shpejti, por do të ndodhi në të ardhmen, dhe është një betejë që do të ndodhë ku? Në ditën e gjykimit të Zotit, kur Zoti do të gjykojë të gjithë për ato që nuk janë bindur, do të gjykojë të gjithë pra të pabindurit. Por këtu shikojmë përsëri që shpata, siç e shikojmë, siç e lexojmë, ka të bëjë me luftën. Pra, kur flitet për shpatën e frymës tani, që është fjala e Perëndis, pra, kuptojmë që fryma është shenjtë në luftë kundër armikut. Zoti vetë në luftë kundër armikut. Është Zoti pra i vetë që lufton kundër armikut. Sepse në fakt armët e betejës son, siç e dim, nuk janë për mishin, por janë të fuqishme në Perëndin tonë. Pra do dim diçka. Pse e prek këtë, sepse më kujtohet shumë vite përpara, unë kisha 3-4 vite që kisha filluar të lexoj Biblën, shkosha në kish. Erdhën të Jehovajt, unë i pranova, e thash hajde, do di thash ku do dilni ju, thash ku e keni edhe pikë synimin e juaj. Edhe i fut ato. Edhe si përfundim, i fjalë duke folur me ato, edhe ato me atë veten e kishin gjithë armatimin e Perëndis. Pse? Sepse kur bëhet fjalë për lutjen, po edhe ne lutemi. Kur bëhet fjalë për besimin, po edhe ne kemi besimin. Pra, ku bëhet fjalë për krenaren, si që lexuam pra, që jemi të shpëtuar, po, dihet që jemi të shpëtuar. Për fjalën
E kemi, mi fjali kishin gjitha. I thash për unë, okej, rregull, i pas këtë ju gjitha. Thash unë, po Zotin, a i keni me vete? Po Perëndin, a i keni me vete? Me pak fjalë, po Krishti, a është me ju, apo jo? Nuk e di, tha, pse, ku do dalim, tha mu. Jo, thash unë, po, gjitha armatimin, thash, e pasi me vete. Po pyetja është, po Zotin, a i keni me vete? Edhe që kuptova këtu? Kuptova që, dhe këte duhet ta dim, ne nuk vendosin, ne si krishterë ungjillor që jemi të rilindur, ne nuk e vendosim besimin ton tek armatura e Perëndis. Por ne e vendosim besimin ton tek një Perëndi i armatosur, ose më mirë, më saktë tek Perëndia i armaturës. Sepse kur kemi Perëndinë e armaturës, edhe armatura është e jona. Por nëse ti thuaj që unë kam armaturën, po nga ana tjetër nuk është Zoti, ç'e duhet e armaturën nëse Zoti? Kështu që ti ke vendos besimin jo tek Perëndia, po tek gjëra tjera. Ne nuk e vendosim besimin tek armatura. Ne e vendosim besimin ton tek Perëndia i armaturës. Ti mund të thush që e kam armaturën, po të mungon Perëndia. Nuk më hyn puna e armaturën. Preferoj të kem Perëndin, sepse kur kam Perëndin kam dhe armaturën. Prandaj kjo është gjithë problemi. Kjo është ajo edhe me shumë krishterë për shembull që bëhet. A është Perëndia me ty? Sa është e kot thosh ti, po un jam i shpëtuar. Aleluja. Un lutem. Aleluja. Un këtu. Aleluja. Po pyetja është tani, po Zoti na jep me vete. Nëse një krishteri i mungon vajosja e frymës shenjtë, do thotë që fryma e shenjtë ose Perëndia nuk është me ty. Edhe po nuk e në gjendje të përdorësh fjalën e Zotit. Pse? Sepse vetë fjala është e frymës. Vetë fjala është e vajosjes, nuk është e jona. Kështu që prandaj ne nuk e vendosim besimin ton tek armatura. Ne e vendosim besimin ton tek Perëndia i armaturës. Okej? Sepse forca jon nuk është vetëm armatura. Ato lëviz Zoti me anë nesh, ato na jep Perëndia. Po forca jon është tek Perëndia. Amen. Edhe pse armët e betejës son, siç e dim, siç thash parë, nuk janë prej mishi, por janë të fuqishme në Perëndin. Atëherë duke qenë që beteja jon pra, ose armët e betejës son, nuk janë prej mishi, po ku janë? Janë të fuqishme në Perëndin, atëherë çfarë bëjmë? Ta vendosim besimin ton në Perëndin, në Zotin. Dhe Krishti, Zoti, është fuqia jon. Dhe Krishti pra që shkatron fortesat, pra e fuqit e armikut, nuk jemi ne. Amen. Kështu që prandaj kjo është gjithë pyetja. Ku e ke vendos besimin? Unë lutem. Aleluja. Shkojnë lutje për nuk diku ti lutesh, ose shkojnë kish, ose jam shpëtuar, ose këtu unë besoj, ne po kle. Ku kjo puna Zoti nuk është me ato persona. Prandaj ne preferojmë ta vendosim besimin ton tek Perëndia. I fuqishëm, sepse siç e dim pra, kemi të bëjmë pra, sepse siç thash armët tonë pra, armët tona nuk janë, armët e betejës tonë nuk janë për mishin, por janë të fuqishme në Perëndin. Edhe ne vendosim besimin tonë në Perëndin e armatimit, në Perëndin e armaturës. Shkrimi i Shenjtë fakte deklaron, këtu tani do shikojmë to, se si fjala Perëndis, pra Bibla, ose Shkrimi i Shenjtë, si do ta quajmë, deklaron që shpata e frymës, pra që kjo fjala e frymës, që është vetë fjala Perëndis, pra që është e frymës shenjtë, si është kjo shpata e frymës? Është edhe defensive, mbrojtëse, por edhe ofensive, sulmuese. Kështu që edhe të mbron, por edhe sulmon. Ka kjo bën këtë doppio funksion, kjo fjala Perëndis. Paktën për sa i përket betejës, flasë luftës, sepse ne jemi në luftë, okay? Kështu që duke qenë jemi në luftë, kjo shpata do lexojmë tani se si bën këtë doppio funksion, pra që është si defensive pra, por dhe ofensive. Pra edhe na mbron, pra edhe sulmojnë. Në fakt, ke psalmi i 119,
vargu 92, psalmi më i gjatë siç e dim, lexojmë: Në qoftë se ligji yt nuk do të kishte qenë kënaqësia ime, do të isha zhdukur në pikëllimin tim. Ligji, pra i referohet fjalës Zotit, me pak fjalë tu po thotë në qoftë se fjala jote. Pra nuk do të kishte qenë kjo kënaqësia ime, unë isha zhduk. Pra këtu shikojmë që shpata e frymës, pra fjala e Perëndis, nuk është vetëm ofensive, mbrojtëse, por edhe ashtu nuk është vetëm ofensive, po që të sulmon, por është dhe defensive, pra është dhe mbrojtëse. Sepse këtu shikojmë se si psalmisti thotë që u mbrojt fal fjalës Perëndis dhe nuk u zhduk në pikëllimin e tij thotë. Pra po përsëris tu shikojmë që shpata e frymës, që është fjala e Perëndis, nuk është vetëm ofensive që të sulmon, por edhe defensive, pra edhe në mbron. Në fakt tu shikojmë që fjala e Perëndis, ligji pra, merr në mbrojtje Davidin, duke e mbrojtur Davidin nga pikëllimet, nga fatkeqësitë, nga çdo gjë. Shikon sa fuqi ka fjala e Zotit. Kështu që nuk është vetëm të sulmojmë. Nuk është vetëm bum, po ke bën efektin edhe në jetën tonë personale, edhe në jetën tonë familjare. Kështu që prandaj na mbron. Edhe këtu fakt shikojmë se si ky ligj pra merr në mbrojtje Davidin, pra duke e mbrojtur nga pikëllimet. Edhe ke psalmi 17, vargu 4, lexojmë: Për sa u përket veprave të njerëzve, për fjalën e buzëve të tua, jam ruajtur nga rrugët e njerëzve të furishëm. Jam ruajtur. Është mbrojtur pra. Tu shikojmë përsëri, çfarë shikojmë këtu? Që fjala e Perëndis është mbrojtja jonë. Na mbron. Pra, na mbron nga rrugët e njerëzve të furishëm. Kështu që mbrojtja jonë në përballim ndaj Satanit si vjen? Sot flasim nga ana frymore. Kjo mbrojtja jonë, jemi në luftë dhe në përballim pra ndaj armikut, ndaj Satanit, si vjen? Vjen nga fjala e Perëndis, kështu që fjala e Zotit është armatura jonë. Sepse fal kësaj, mendja jonë është nën kontrollin total të Perëndis. Fal fjalës, mendja jonë fuqizohet nga Perëndia. Edhe armiku, siç e dim, aty të sulmon. Aty është fush betejë jonë. Mendja, po të mori mendjen, ka marrë timonin e jetës tënde dhe tu heqej. Po ta mbushim me fjalën e Zotit, atëherë nuk ka fuqi armiku. Okej? Sepse siç e dim pra, mbrojtja jonë në përballim ndaj Satanit pra vjen vetëm fal shpatës frymës, vetëm fal fjalës Perëndis. Kështu që fjala e Perëndis është armatura jonë. Sepse fal kësaj, mendja jonë është nën kontroll total të Perëndis. Saktësisht pra, siç e lexojmë tek Efesianët 6 vargu 10, që thotë: Forcohuni në Zotin dhe me forcën e fuqisë së Tij. Në fakt, pjesa e parë e armaturës e kemi në mendje. Sepse kur mendja jonë mbushet me fjalën, edhe zemra jonë mbushet me fjalën, me ushqim. Shikon pra çfarë bën fjala e Zotit? Fjala e Zotit bën që mendja jonë të marrë fuqi, por zemra jonë merr ushqim. Shikon, bën të doppio funksion edhe në netën, u kupton? Kështu që prandaj bën të gjë që mendja merr fuqi, zemra mbushet në ushqim. Pra, ecja jonë mbushet me fjalën. Besimi jonë mbushet me fjalën. Por edhe e ardhmja jonë mbushet me fjalën e Zotit. Por përsëris, pra, ecja jonë, ecuria jonë, pra si krishterë, mbushet me fjalën. Po dhe vetë besimi rritet. Dhe pra dhe besimi jonë mbushet me fjalën, por dhe si që dim dhe ardhmja jonë mbushet me fjalën. Atëherë kemi shpatën. Aleluja. Kemi shpatën në dorë, në dorën tonë. Kur ne kemi shpatën, kështu që si hecja, si besimi, si dhe jeta jonë e ardhshme, pra është e garantuar.
Kështu që gjë e parë që bën fjala është që mbush dhe fuqizon mendjen tonë. Pastaj mbush dhe ushqen zemrën tonë, pastaj mbush dhe forcon ecjen tonë dhe pastaj ka efekt në besimin tonë. Pastaj ka efekt në besimin tonë. Ose pastaj ka efekt edhe në të ardhmen tonë, sepse përkrenarja e shpëtimit ka të bëjë me të ardhmen e shpresën tonë të shpëtimit. Pra ka të bëjë me të ardhmen dhe me shpresën tonë të shpëtimit. Dhe kjo, kur vjen në jetën tonë, pra atëherë Zoti thotë që tani je i gatshëm për shpatën në dorën tënde. Tani thotë je i gatshëm për shpatën në dorën tënde. Pra, me këtë duhet them që kështu kjo shpata e frymës, jo është fjala e Perëndis, ka mbushur jetën tonë dhe ka fuqi të na mbrojë. Kështu që nuk është vetëm ofensive, por edhe defensive. Pra jo vetëm sulmojmë ne, por edhe na mbron ne për problemet tona, në pikëllime, ku jemi në probleme të ngushta për shembull, ose me armikun vet, ose me dikë, është gatshëm që shpata, që është kjo fjala do të na mbron. Prandaj psalmisti thotë që fjala jote më mbrojti nga shtegu i armikut. E mbrojti, sepse fjala e Perëndis, siç e dim, është një llampë në këmbën tonë dhe një dritë në ecurinë tonë, pra në shtegun tonë. Dhe kjo do thotë që mund të shkoj se ku po shkoj dhe nuk shkoj atje ku ka kurthe ndaj nesh, sepse duke qenë kjo dritë, kjo llampë, ne dim ku vendosim këmbën. Duke qenë kjo dritë dhe kjo llampë, ne dim se çfarë zgjidhje të bëjmë. Dhe kur bëjmë zgjidhjet e duhura, në këtë rast ti po mbrohesh. Kur vendos këmbën ku duhet, në këtë rast ti di si të sulmosh, kështu që prandaj din ku si sulmon, sepse di ku vën këmbën, po edhe din si të mbrohesh, sepse di të bësh zgjidhje të duhura, që mos të bish në lakun e armikut. Ja pse fjala e Zotit pra ka edhe këtë fuqi kaq të madhe. Në fakt ke Apokalipsi 1, Apokalipsi kapitulli 1, vargu 16 thot: dhe kishte në dorën e tij të djathtë 7 yje, dhe nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë me 2 te, dhe fytyra e tij si dielli që ndrin me forcën e tij. Halleluja. Pakuj. Po lexoj edhe këtë vargun, se është vargu i bukur. Atëherë dhe kishte në dorën e tij të djathtë 7 yje, dhe nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë me 2 te, dhe fytyra e tij si dielli që ndrin me forcën e tij. Si ndriçon me fjalë. Pra, tu shikojmë që këtu është flet për Zotin Jezus. Çfarë janë to 7 yje? Kemi folë për librin e Apokalipsi, këto pra se si Jezusi këtu po mban në dorë kishën e tij. Po mban në dorë kishën e tij, në dorën e tij djathtë madje. Sepse siç thash pra dhe kam folë për te që këto 7 yje simbolizojnë pra kishën e Krishtit. Por në krah të kësaj shikojmë fjalën e Perëndis, sepse nga goja e tij tu shikojmë që doli një shpatë me 2 prefta. Po, pyetja është, pse ishte nevoja kjo shpata? Pse ishte nevojshme shpata? Ishte për çfarë? Ishte për të mbrojtur kishën e tij. Krishti po mbron kishën e tij, sepse shpata e frymës, që është fjala e Perëndis, është ajo që Perëndia përdor për të mbrojtur popullin e tij nga armiku. Halleluja. Ço bësh? Shikojmë pse sa rëndësishme është fjala. Fjala fal fjalës, Perëndia bën që populli i tij, kisha e tij të mbrohet nga djalli, të mbrohet nga armiku. Dhe kjo do thotë që shpata nuk është vetëm ofensive, por dhe defensive, pra nuk është vetëm sulmuese, por edhe mbrojtëse. Fjala e Perëndis është një fjalë
që të mbron, por dhe që sulmon e që shkatron. Është dhe sulmuse. Por çfarë shkatron? Fjala e Perëndisë shkatron veprat e armikut në jetën tonë. Çdo lloj kurthi, çdo lloj plani, çdo lloj vepre që i do të ngrej, çdo lloj laku që i do të boj, fal fjalës Perëndisë, Zoti vetë ndërhyr, shikon sa rëndësishme është që vetëm ne ta marrim, ta besojmë dhe ta marrim dhe ta lexojmë atë fjalë. Dhe është Zoti ai që lëviz, është Zoti ai që i përgatit gjërat. Zoti din më mirë se çfarë ka vendosur djalli përpara nesh. Ne nuk dim gjë në të ardhmen tonë. Është din vetëm Zoti, ja pse ne duhet të shkojmë si ato fëmijët e vegjël, ke Perëndia dhe ti dorëzohemi, ti themi Perëndi, merr ti udhëheqjen tonë, merr ti. Se ne nuk dim që mund të ndodhi, edhe e din shumë mirë. Madje ne dim që fjala e Zotit ka fuqi, para Zoti e din akoma më shumë se çfarë fuqi e ka. Ne vetëm sa e dim, edhe lexojmë, edhe ngulemi, edhe e vendosim atë besimin aty, po Perëndia din më shumë, sepse siç thash pra fjala e Perëndisë shkatron veprat e armikut në jetën tonë, pra çdo kurth, çdo sulm, çdo qëllim ose çdo plan i djallit shkatrohet vetëm fal fjalës Perëndisë. Siç e dim që Jezusi në kryq, që do dim edhe këtë të paktën, kam folur kur fola për demonologjinë, po që ti dim që Jezusi në kryq, për tani, kjo është pyetja. Djalli është i mposhtur fizikisht? Jo. Djalli fizikisht akoma është në xhiro, është në punë sipër. Kështu që siç e dim që Jezusi në kryq, për tani ka shkatruar jo djallin person, por ka shkatruar veprat dhe qëllimet e djallit në jetën tonë. Atë ka shkatruar ky kryqi, për momentin, sepse ke kryqi djalli mori një humbje të përjetshme. Okej, edhe një ditë e pret ferri, një ditë e pret liçeni i zjarrit. Gjithë dim që ka për gjithë 1000 vjeçarin që do lidhet, pastaj do zgjidhet pra në fund fare do hidhet, sepse ke kryqi ai e mori për gjithë përjetësinë, por momenti është sot, në ditët tona. Djalli është akoma në punë, është akoma në xhiro, është akoma. Ai fizikisht nuk është i mposhtur akoma. Për momentin, ajo që është shkatruar pra, është pra vepra dhe qëllimi i djallit në jetën tonë. Që ai pra veprat e tij dhe qëllimet e tij kundër nesh nuk ka më fuqi. Pse? Sepse gjaku i Krishtit na mbron. Gjaku i Jezusit ja mori atë fuqi. Gjaku i Jezusit e mposhti aty për këtë gjë. Paktën për momentin. Pastaj siç e dim pra, sepse kjo humbje ai që e mori të përjetshme, po siç e dim fizikisht ai është akoma në punë sipër, por mbi ne që i përkasim Krishtit, djalli është të mposhtur, pastaj përket veprave dhe qëllimit të tij në jetën tonë. Ai s'na prek dot ne. Kur është gjaku i Jezusit, është i detyruar tri larg. Po pyetja është, po gjithë besojnë që Jezusi po kanë problem me djallin. Pyetja është, vajosja manifeston gjakun e Krishtit në jetën tënde. Ajo manifeston që ti më të vërtet je nën mburojën e Krishtit. Vajosja e frymës shenjtë. Dhe ku ke këtë si shikojmë pra që mund jenë gjendje dhe të përdorësh patën. Sepse pak te as nuk mund ta përdorësh, nuk e kupton, nuk din ç'a bën. Po do të them që fizikisht djalli edhe pse e ka marrë këtë humbje ke kryqi, por paktën tani për momentin ai fizikisht nuk është i mposhtur akoma. Me kuptimin që është në punë sipër. Por mbi ne që i përkasim Krishtit, ai është i mposhtur, ka humbur fuqinë e çdo plani, e çdo qëllimi kundër nesh. Nuk na prek dot. Sepse siç e dim pra, akoma djalli në person nuk është shkatruar, edhe pse e ka marrë dënimin me vdekje, po është, si më themi, ka marrë dënimin, po tani do vi ditë kur ta kapin do hullën. Edhe kur Jezusi, siç e dim gjithë tani, kur Jezusi u tundua, gjithë dim historinë e tundimit. Aty për aty, gjithçka që djalli i thonte, Jezusi i përgjigjte, pra kur Jezusi pra u tundua, ai nuk shkatroi djallin. Pra Krishti aty për aty nuk është që shkatroi djallin,
Po qa i shkatroj aty për aty Jezus i djallit? I shkatroj veprën e djallit. Duke më mbështet ke fjala e Zotit. Duke më mbështet pra dhe ai vetë, duke i përgjigj djallit, po me fjalën e Zotit. Kështu që aty për aty vepra e djallit kundër Krishtit s'kishte autoritet. U shkatru, sepse ju bin Perëndis e nuk ju bin djallit Krishtit. Kështu që prandaj nuk është që u shkatru djalli, se djalli e la për një farë kohë edhe do u kthente prapë dhe e tundoi pak më vonë, dhe është akoma në xhiro, siç thash, është akoma në punë sipër, por aty për aty Jezusi i shkatroi veprën e djallit. Pra mund edhe ta shkatronte djallin fizikisht. Edhe tani mund ta shkatroj. Mund ta shkatronte edhe para 2000 viteve. Mund ta bënte, por nuk ishte akoma ora, sepse Perëndia ka plan. Dhe plani i Perëndis, programi i Perëndis, çdo program i atij pra do përmbushet në mënyrën se si ai i di në ca gjëra pse. Se shumë veta bëjmë pyetje. Po pse ky me dash Perëndia, ky që është ky Perëndi fuqishëm, nuk mund ta lidhë djallin, nuk mund ta bëj këtë, nuk mund ta bëj atë. Kush jemi ne? E dim që ai është i mposhtur. E dim që Perëndia është i fuqishëm. Okej, po dimi diçka që Perëndia është i shenjtë, edhe Perëndia ka një plan të mrekullueshëm, ne nuk mund të arrit të kuptojmë shumë gjëra, menda jonë njerëzore nuk mund të arrijë, po dimi gjë, që kur ne mbështetemi ke Perëndia, jemi në siguri. Kështu që prandaj motivi pse Jezusi i shkatroi për momentin vetëm veprën e djallit dhe jo djallit vet, kjo sepse akoma nuk ishte ora. Por e shkatroi vetëm me fjalën e vet, me fjalën e tij. Një gjë që duhet të bëjmë para dhe ne sot. Ashtu si Jezusi përdori fjalën dhe shkatroi veprën e djallit, kemi kujdes, është e rëndësishme kjo që po them. Jezusi përdori fjalën dhe e shkatroi veprën e djallit dhe e përmbushi thirrjen e Perëndis. Edhe ne, po të njohim fjalën, po ta kemi këtë fjalën, edhe ne po të përdorim fjalën, edhe ne e shkatrojmë veprën e djallit për jetën tonë. Ashtu si Jezusi e shkatroi veprën e djallit për jetën e vet. Nuk pati fuqi djalli mbi Jezusin. Ashtu nuk ka dhe mbi ne. Po kur ne i përgjigjemi djallit po me anë fjalës. Edhe kjo fjalë është e frymës. Kështu që prandaj duhet të kenë të dyja. Kështu që edhe ne duhet të bëjmë një të gjë. Ta njohim, ta marrim, dhe të dim që kjo shpata është e frymës, që do thotë që duhet ta besojmë frymën e shenjtë, duhet ta kemi frymën e shenjtë dhe ta përdorim kundër armikut. Atëherë fryma vet e përdor shpatën, që është fjala vet, e përdor kundër armikut në luftë. Dhe kjo vjen pra kur ne njohim, kur ne i përgjigjemi armikut, ashtu si Jezusi u përgjigj armikut me anë të fjalës dhe vepra e djallit për jetën e Jezusit u shkatruar. Edhe ne sot, kur ne i përgjigjemi armikut me fjalën e Perëndis, vepra e djallit për jetën tonë shkatërrohet. Nuk ka autoritet. Amen. Si që dim edhe fizikisht, shumë shpejt, si që thash, do kaloj 1000 vjeçari etj. Bibla thot një engjëll i Zotit, vetëm një engjëll, do ta kapi djalli thot, e do ta lidhi më përpara një grop të mërshme për 1000 vite, dhe kështu këto 1000 vite janë këto 1000 vjet pra të mbrojnë pra, si mu themi, por djalli do zgjidhet prap, për pak kohë, por si përfundim do të hidhet në flakën e liçenit të zjarrt për gjithmonë, sepse siç thash ky kryqi ai e ka marrë dënimin me vdekje, por akoma nuk është kap. I themi pak si shumë veta që marrin dënime me vdekje, ose marrin dënime, por kanë hik. Kanë hik edhe janë në kërkim e sipër. Kështu që edhe puna e djallit në thojza, sepse Zoti e di ku është. Po, me fjalë ka marrë dënimin, po nga që nuk është koha, por kur vi koha, edhe ai do hidhet i erë gjithmonë. Në fakt, po të lexojmë kjo Apokalipsi 19 tani, vargjet nga 11 deri ke 16 lexojmë. Dhe pas qiellin e hapur, dhe ja, një kal i bardhë, dhe ai që kalëronte quhet Besniku dhe i vërteti. Besniku dhe i vërteti, i referohet Krishtit. Dhe ai gjykon dhe lufton me drejtësi. Dhe sytë e tij ishin si flak zjarri dhe mbi kryet e tij ishin shumë kurora.
Dhe kishte një emër të shkruar që askush nuk e di përveç atij. Dhe ishte i veshur me një rrope të ngjyrë në gjak, të ngjyrë, jo me ngjyrë, të ngjyrë, pra të laparosur. Ishte kjo rrobja ishte e lame, ishte e laparosur, pra e ngjyrë me gjak thot. Dhe emri i tij, kemi kujdes, quhet Fjala e Perëndis. Dhe ushtrit që janë në qiell e ndiqnin mbi kuaj të bardhë, të veshur me rroba liri të hollë, të bardhë dhe të pastër. Dhe nga goja e tij dilte një shpatë e mpreft për të goditur me të këmbët. Vargu 15, edhe herë të lexojmë çfarë thot, dhe nga goja e tij dilte një shpatë e mpreft për të goditur me të këmbët. Dhe ai do të qeverisë me skreptin prej hekuri, dhe ai vetë do të shkel vozën e verës së mërisë, ai vetë do të shkel vozën e verës së mërisë dhe të zëmrimit të Perëndisë së plot fuqishëm. Dhe mbi rroben e vet dhe mbi kofshën ishte shkruar një emër, Mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotëve. Haleluja. Pra do dim diçka. Që kjo këtu që po lexojmë dhe e dim që ç'të kushtosh edhe kjo është vetë fjala e Perëndisë. Dhe fjala e Perëndisë dhe Perëndia vet janë një. Pra kur flasim për fjalën e Perëndisë, për këtë të vërtetën, pra, dhe vetë Perëndia janë një dhe nuk mund t'i ndajmë. Qofse ti ke ndar pjesën tënde nga pjesa e mbretërisë Perëndisë. Nuk mund të ndash fjalën e Perëndisë nga Perëndia vet, sepse këto janë një. Dhe nuk mund të ndajmë fjalën nga Perëndia, ashtu si nuk mund të ndajmë Jezusin nga fjala e tij. Sepse vetë Jezusi dhe fjala janë një. Por nuk mund të ndajmë as fuqinë e frymës së shenjtë nga fjala. Marrni mend to që po ju tham. Sepse janë një në autoritet dhe një në fuqi. Kur ne shpallim fjalën e Perëndisë, Jezusi, ose kur ne shpallim fjalën e Krishtit, më mirë, që është vetë fjala, pra, Jezusi vetë manifestohet në jetën tonë dhe është ai që lufton për ne. Amen. Pra kur ne shpallim fjalën e Jezusit, Jezusi tani vetë manifestohet në jetën tonë dhe është ai që si përfundim lufton për ne. Pra ai që është fjala, që është vetë fjala, ai vetë shpall fjalën. Sepse flet për veten e tij kur shpall fjalën. Ai kur shpall fjalën, po shpall veten e tij. Pra sepse flet për veten e tij kur shpall fjalën. Kur ne shpallim fjalën e Perëndisë, ne manifestojmë Jezusin. Si mund të shkosh ti predikosh tjerëve me libër në dorë, edhe mos të flasësh për Jezusin, ti në këtë rast po ndan Perëndin nga fjala. Ti mund t'i flasësh sa dush për emra të tjerë, ti mund t'i flasësh sa dush për Perëndin, por nëse ti me Biblën në dorë nuk shkon dhe i flet për Jezusin, ti po e ndan Jezusin nga fjala. Sepse Jezusi dhe fjala janë një. Perëndia dhe fjala janë një. Fryma dhe fjala janë një. Ata janë 3 në 1 e 1 në 3. Dhe nëse ti shkon e predikon e flet tjerëve për Jezusin, po predikon atë që duhet, por nëse ti me Biblën në dorë, shkon e i thot i flet tjerëve, por nuk i flet për Jezusin, ti po e ndan fjalën nga Jezusi. Dhe në këtë rast ti po ndan veten tënde nga mbretëria e Perëndisë. Sepse nuk po di çfarë po bën. Pra kur ne shpallim fjalën e Perëndisë, ne manifestojmë Jezusin. Dhe kur Jezusi manifestohet, atëherë çfarë ka? Ka vetëm fitore për ne dhe humbje për djallin. Dhe aleluja, lavdi Zotit, sepse Jezusi është shpata e frymës. Fjala e Perëndisë që erdhi bomish është shpata e frymës. Është vetë fjala e Jezusit.
Dhe Perëndia e përdor këtë shpatë vetëm nëpërmjet nesh. Ne i jemi në këtë rast një mjet. Por është ai, ja sa rëndësishme është njohuria, që ne të kemi njohurinë e saktë për sa i përket këtyre gjërave. Në qoftë se ne nuk kemi këtë njohuri, ne atë që thot fjala e Zotit, populli im për çfarë humbet? Për mungesë njohurie. Sepse nuk din çfarë bën. Nuk parrit kupton që nuk mund t'i ndajmë njëra nga tjetra. Shpresoj ta keni kuptuar këtë që thash, sepse është shumë e rëndësishme. Pra por përsëris dhe herë, dhe duhet ta dim këtë gjë, sepse është shumë e rëndësishme. Që kjo që këtu sa po lexova ke Apokalipsi, pra jemi ke Apokalipsi 19, vargjet nga 11 deri ke 16, flet pra dhe po lexojmë, ose më mirë unë po lexoj nga fjala e Perëndis. Nuk është që janë libra, kjo është Bibla. Dhe jemi ke Apokalipsi. Apokalipsi është libri i fundit i Biblës. Kështu që po lexoj, kjo që po lexoj është fjala e Perëndis. Dhe fjala e Perëndis dhe Perëndia vet janë një, manimente, një kjo. Dhe nuk mund të ndajmë pra fjalën nga Perëndia. E dyta, ashtu si nuk mund të ndajmë Jezusin nga fjala e tij. Por nuk mund të ndajmë e treta, as fuqinë e frymës së shenjtë nga fjala e tij. Sepse fjala, shpata, është e frymës. Nuk mund të ndash. Sepse janë një në autoritet dhe fuqi. Nuk mund të ndash. Kur ne shpallim fjalën e Jezusit, Jezusi manifestohet në jetën tonë. Dhe ai është ai pastaj që lufton për ne, për jetën tonë. Ai që është vetë fjala. Ai duke qenë vetë fjala, e shpall fjalën. Ja, shikon që ne jemi vetëm thjesht një mjet. Por kur ne ndodhemi në bajosje dhe kur ne kemi këtë të vërtetë që është fjala, është vetë Zoti që lëviz me anë të nesh që na i zbulon gjërat, që janë shumë të thella. Kemi të bëjmë me fjalën e Perëndis. Dhe ja pse pa vetë frymën e Perëndis, ne nuk mund të hetojmë asgjë. Është fryma që heton gjithë thellat e Perëndis. Është ajo që na nxjerr në pa, është ajo që na zbulon, po është ajo që na jep forcë, është ajo që e përdor, sepse është vetë fuqia e frymës së shenjtë. Pra shikojmë pra, se si këtu pra shikojmë se si pra ai që është fjala, pra e shpall vetë fjalën. Krishti që është fjala, kur është me ne shpall vetë fjalën, sepse flet për vetë në ti fjala. Flet për Krishti pra kur shpallet fjala. Kur ne shpallim fjalën e Perëndis, ne manifestojmë Jezusin. Dhe kur Jezusi manifestohet, ka vetëm fitore për ne dhe humbje për djallin. Amen, sepse Jezusi është vetë shpata e frymës. Dhe vetë fjala, pra Jezusi është vetë fjalë, është vetë shpata e frymës. Çfarë thotë? Që Jezusi është vetë fjala. Dhe Perëndia përdor këtë shpatë, këtë fjalë nëpërmjet nesh fal frymës së shenjtë. Fal frymës së shenjtë. Atëherë kujt ishte fjala? Shpata, është e frymës. Po fryma kush është? Është Zoti. Atëherë ne çfarë jemi? Jemi një mjet. Një mjet ku si Zoti don të na përdori në këtë botë. Të manifestohet ajo që është e padukshme, të manifestohet me anë të jetës tonë të dukshme. Edhe bëhet fuqia e Zotit në këtë rast që është e padukshme, bëhet e dukshme në ne. Lëviz me anë të nesh. Ja pse këtu ke psalmi, se do ta mbyll tani se do takohem edhe pjesën e dytë ditën e hejtë, ke psalmi 45, vargje 3 dhe 4 lexojmë. Ngjeshë shpatën në prezentant o trim, i rrethuar nga shkëlqimi yt dhe nga madhështia jote. Dhe në madhështinë tënde shko përpara mbi qerrën fëdimtare për çështjen e së vërtetës, të shpirt mallësisë dhe të drejtësisë. Dhe dora jote e djathtë do të tregoj vepra të tmerrshme. Dora jote e djathtë do të tregoj vepra të tmerrshme. Tu shikojmë që është Perëndia ai që e përdor shpatën nëpërmjet nesh, maniment të vargje. Është Perëndia ai që përdor shpatën nëpërmjet nesh,
sepse ne vetë nuk mund ta përdorim. Ne pa frymën në shenjtë, me fjalë, jemi, si mu themi, kallama që na merr. Pra, vetë ne nuk mund ta përdorim. Kjo nga që shpata është e padukshme. Dhe kjo vjen fal frymës shenjtë. Nuk po flasim këtu për armë të mishit ose natyrore, por për armë frymore, sepse betejë jonë është frymore e jo fizike apo natyrore. Kështu që fuqia e Perëndis, pra që është e pakufizuar, është e pafuqizuar dhe çdo fuqi satanike mund të shkatërrohet nga shpata e Perëndis, që është fjala e Perëndis, nga goja e Perëndis, dhe jo nga goja jonë. Ti mund të flasë sa dush, ti mund të thush qa dush, armiku si vim punë fare. Po, armiku shkatërrohet pra vetëm nga goja e Perëndis, jo nga goja jonë. Ka një diferencë madhe midis fjalës Perëndis dhe fjalës tonë. Sepse kur Perëndia flet, ka fuqi dhe jetë. Por kur ne flasim, nuk ka asgjë dhe vdekje në pret. Kur ne ndodhemi pra përpara armikut, dhe fjala e Perëndis nuk është në memorien tonë, armiku, djalli, na merr në xhiro. Tallet me ne. Por kur është fryma e shenjtë që bën për që të dalë fjala e Perëndis nga ne, jemi ne që e marrim xhiro armikun dhe ai merr vetëm humbje. Në emër të Krishtit Jezus, ai është i mposhtur herë për gjithmonë. Amen. Kjo pra është ajo që nëse unë gjithmonë tham të bëj gjysore, më hikim prap. Kaloj gjysoren. Okej, s'ka problem se nga që prap rast tjetër, edhe do prekin, do përfundojmë rast tjetër në pjesën e dytë. Po do të thoja që sa rëndësishme pra ti kuptojmë këto gjëra. E dëgjoni edhe herë këtë video. E dëgjoni edhe herë sepse sidomos te pjesën e fundit kuptojmë pra se si ato të tre janë në 1 dhe 1 në 3. Se si lëvizin, dhe kush është fjalët që nxjerrim ne dhe fjalët që nxjerr Perëndia, ose më mirë fjalët që dalin të Perëndis me anë të nesh, pra ka fjalë. Fjalët e Perëndis bin jetë, fjalët tona bin vdekje, s'bin asgjë. Okej? Sepse kur flet Perëndia ka fuqi dhe jetë. Kur flasim ne asgjë, po si përfundim vdekje. Ja pse janë të rëndësishme të dim të gjëra. Të kuptojmë, pra ja pse desha që ta prekte fjala, të fjalën e Perëndis, pra që, si thash pra që është kjo shpata e frymës. E frymës, mani men. Shpata e frymës. Nuk është e jona. E frymës. Është e frymës shenjtë, pra që Zotit. Është e Perëndis. Është e Perëndis, sepse kemi 3. Ati, Birë dhe fryma shenjtë. Fjala është vetë Jezusi. Fryma është fryma. Perëndia është Perëndia. Por kjo fjala ka nevojë për fuqinë e Perëndis. Dhe pa personin e frymës shenjtë që ne ta pranojmë në jetën tonë, ku po shkon ti me Bibël në dorë edhe i flet njerëzve për Perëndin, ku faktikisht nuk shqiptohet fare Krishti. Por nuk që fryma shenjtë, ato njerëz që kanë Bibël në dorë nuk shqiptojnë fare Krishtin, nuk e nxjerrin fare Krishtin. Po ato që kanë frymën e shenjtë është fryma jo që i nxjerr që ato të thonë vetëm Krishtin. Kjo është diferenca midis fetarëve që janë nën zgjedhjen e djallit dhe ne që jemi nën zgjedhjen e Krishtit. Amen, sepse vetë fjala flet për Krishtin, sepse fjala është vetë Krishti dhe fryma është ajo që flet për Krishtin vetë, sepse janë 3 në 1 e 1 në 3. Po do shikojmë pra, do flasim ditën e hetën, do kemi prap gjëra tjera që do flasim, edhe ta përfundojmë të hetën. Unë si gjithmonë ju falenderoj, Zoti t'ju bekoj, edhe shihemi ditën e hetën.